Në Kukës, ekipet e detyrisë së rrugëve rurale dhe strukturave të emergjencave civile vijojnë punën në terren për garantimin e çrregullimit gjatë sinës së dimrit. Ndërhyrjet kanë qenë të përqendruar në njësinë administrative Gryfçaj dhe Ujmisht, ku rreshtet e ditëve të fundit kanë krijuar vështirësi në disa akse rrugore. Në Gryfçaj, Detyria e Rrugëve Rurale ka kryer riparime dhe pastrime të disa segmenteve, duke mbushur gropat në zonat më të dëmtuara dhe duke shtuar stabilizant për të rritur qëndrueshmërinë e rrugëve. Paralelisht, në kuadër të përgatitjeve për sezonin e dimrit, është kryer shpërndarja e materialeve dimrore për të përballuar situatat e ngricave dhe rreshjeve të borës. Ndërkohë, në njësinë administrative Ujmisht, ekipet e emergjencave të rrugëve rurale dhe shërbimeve komunitare kanë punuar për hapjen dhe pastrimin e rrugës, pasi rreshjet e shiut shkaktuan rrëshqitje gurësh dhe dherash, duke vështirësuar lëvizjen e banorëve dhe mjeteve. Autoritetet vendore të Bashkisë Kukës thonë se janë në gatishmëri të plotë për menaxhimin e çdo situate problematike që mund të sjellin kushtet e motit në ditët në vijim.